ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allah në falenderojmë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, salate dhe selam e i dërgojmë. Dërun vllazën, ligjëratën e kalume kemi folur për dy rrugtimet që i ka bërë Dhulkarnejni nëpër tokë, kur thej në lindje dhe në perëndim të tokës, ndërsa sot inshallah do të flasim për rrugtimin e tretë që e ka bërë nëpër tokë Dhulkarnejni dhe inshallah do të sqarojmë ajetet që ndërlidhen me këtë rrugtim. Allah thot në ajetin e 92 thumë atba'a sababa. Pra pasi që i përfundoi ato dy rrugtimet që kemi folur në ligjëratën e kalume, tash Dhulkarnejni u nis në një rrugë tjetër. E për nga u nis, thon dietar që është nis nga ana veriore e tokës. Hatta idha balagha bayna as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Pra pasi që u nis nga ana veriore e tokës, arriti në një vend, në një lugin që ishte mes dy maleve të mëdha, që ishte mes dy kodrave. Ku është ky vend? Allahu e din më së miri. Pra nuk dihet se ku është ky vend. Pra Allahu nuk e ka cek, andaj edhe ne themi që Allahu e din më së miri. Mirë po e rëndësishme është që kur arriti te ky vend, te kjo lugin që gjindej mes dy kodrave të mëdha, aty e gjeti një popull, që Allahu i përshkruan një cilësi të këtij populli. Cila ka qenë cilësia e këtij populli? Thotë që la yakaduna yafqahuna qawla. Do thotë e kishin shumë të vështirë kuptimin e fjalëve. Pra gati se nuk kuptonin asgjë. Kjo gati se nuk kuptonin asgjë e ka kuptimin që ata nuk kuptonin asnjë gjuhë tjetër pos gjuhës të cilën e kishin. Pra ata flisnin një gjuhë të veçantë, çashtu që i kishin edhe adetet edhe zakonet e veçanta. Pra e kishin edhe plus kësaj edhe mentalitetin e rënd që shtojnë dietarët për t'i kuptuar gjanat dhe për t'a përçuar domethënë informacione njerëzit e tjerë tek ta. Pastaj Allahu po thot: "Qalu ya dhal qarnayn, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard." Kur shkoi Dhulkarnejni dhe e gjeti këtë popull që Allahu po thon që nuk kuptonin gati se asgjë, ata ju drejtuan Dhulkarnejnit duke i thënë që o Dhulkarnejn, me të vërtetë Ya'juj dhe Ma'juj, pra janë dy fise që po bojnë shkatërrime në tokë. Po na shkatrojmë dhe jemi në hall prej tyre. Ata her pas here vijnë tek ne dhe shkatrojnë çdo sen që gjojnë përpara. Jemi në hall prej tyre. Këtu i kemi dy gjëra me diskutu. E para si arritën këta që të folin me Dhulkarnejnin, kur nuk kuptonin asnjë gjuhë tjetër pas gjuhës së tyre. Dietar thonë, ka disa komentime dhe disa mundësi se që janë kuptu. Thonë që Dhulkarnejni ka qenë mbret i botës në atë kohë. Kështu që ka pasur në pushtetin e tij njerëz të vendeve të ndryshme që kanë ditë gjuhë të ndryshme. Kështu që e ka pas një përkthyes që e ka ditë edhe gjuhën e tyre. Kjo e para. E dyta thuhet që janë kuptuar me isharete.
domethënë me shenja. E treta, thuhet që Dhulkarnejnit Allah i Madhreshëm ja ka dhënë mundësinë që me i kuptu edhe gjuhët e tjera. Pra kjo nuk është largëmensh. Pra Allah ashtu që ja ka bërë të mundshme Sulejmanit me kuptu edhe gjuhët e shpendëve, e krijesave të tjera, ka pas mundësi me ja mundësu edhe Dhulkarnejnit që me mësu dhe me i kuptu edhe gjuhët e tjera posa i kanë dëgju. Pra e rëndësishme është që këta kanë fillu mu marrë vesh me njëri tjetrin. Çështja e dytë që ja vlen me diskutuar ashtu, shikone, aty po shkon një njerëz që ka qenë Dhulkarnejni në atë kohë, mbret i botës, po shkon një mbret me ushtri të madhe. Tash populli është e logjikshme që të kërkon nga Dhulkarnejni ose të gjejnë fjalë që do ta shpëtonin veten e tyre. Mirë po këto po ju ankohen Dhulkarnejnit. Para ne, takimin e parë po ju ankohen Dhulkarnejnit për një popull, që aludon se ata e kanë vërejt drejtësinë e madhe, butësinë e madhe, rahmetin e madh që e ka pas Dhulkarnejni. Pra aq shumë e kanë vërejt sa që i ka bë më njëherë për vete dhe ata kanë fillu më njëherë që t'i ankohen. Pra kështu duhet të jetë mbreti, sundimtari dhe pushtetari. Duhet të jetë i drejtë, duhet të jetë i afrueshëm në mënyrë që ata që e kanë pranë të shprehet lirshëm me ta. Dhe këto fillun mu shpreh lirshëm me ta duke ja tregu hallin që e kishin në vendin e tyre. Dhe i thanë, o Dhulkarnejn, janë dy fise, dy popull që vinë her pas here tek ne dhe shkatrojnë çdo gjë. Pra kanë qenë njerëz kriminal këqij. Kanë qenë njerëz që thuhet që edhe njerëz kanë hangër. Pra përveç dëmbjellrave që ja kanë shkatruar, kafshëve që ja kanë mbyt e kështu me radhë, ata kanë pas, domethënë, kanë ngrënë edhe njerëz. E këto Yexhuj dhe Mexhuj disa fjalë rreth tyre, kush janë Yexhuj dhe Mexhuj? Pasi që Allah e ka bërë që të jetë prej shenjave të Kiametit. Pra prej shenjave të mëdha të Kiametit është edhe dalja e Yexhuj dhe Mexhuj. Kush janë Yexhuj dhe Mexhuj? Disa fjalë rreth tyre. Yexhuj dhe Mexhuj pikëspar janë prej bijve të Ademit a.s. Janë pasardhës të tij, do të thotë janë njerëz. Nuk janë krijesa të tjera. Qysh i përshkruajnë njerëzit që jo janë shumë të vegjël, jo janë shumë të mëdhej, jo i përshkruajnë me disa cilësi që dalin prej cilësisë njerëzore, nuk është e vërtetë. Pra dallimet e tyre me njerëzit e tjerë janë sikurse dallimet mes popujve. Për shembull, kinez dallojnë me shqiptarët e kështu me radhë. Pra ndukje dallojnë. Kështu janë edhe dallimet e tyre. Mirë po dallimet e mëdha, çysh i përshkruajnë disa, për shembull, njëri prej tyre thuhet që i kanë vesht aq të mëdhej saqë njërin kur bin me fletë e shtrin, ndërsa me tjetrin buluan. Këto janë trillime. Pra ata janë prej njerëzve, janë prej bijve të Ademit a.s. Dhe këta kur kanë jetuar atëherë kanë bërë çrregullime dhe fesad shumë të madh në tokë. Kështu që Allah i Madhreshëm e dërgon Dhulkarnejnin, që do ta mësojmë pas pak, e vendos një pengesë mes tyre dhe i mbyll në atë vend dhe këta do të hulumtojnë që me dal prej atij vendi, gërmojnë për çdo ditë, derisa çish ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e bën një vrim kaq sa shihet rreth kësaj pengesës që e ka bën Dhulkarnejni për ta. Mirë, për momentin kur arrin dhe shikojnë dritën dhe anën tjetër, thonë se nesër tash pushojmë e nesër do ta vazhdojmë punën që e kemi lënë gjys. Mirë, por kur do zgjohet nesër, Allah i Madhreshëm ja mbyll këtë vrim dhe e bën vendin më të fortë se sa që ka qenë dje. Dhe kështu vazhdojnë vazhdimisht derisa vjen momenti ku njëri prej tyre do thotë do ta vazhdojmë nesër inshallah. Shore, kodi inshallah dhe nesër e gjojnë vrimën qashtu që kanë lënë dhe pastaj edhe e hapin, edhe dalin dhe është njëra prej shenjave të mëdha të Kiametit. Pastaj kur dalin bëj shkatrime të mëdha në tokë dhe në kohën që dalin këto është edhe Isa a.s. Dhe Allah e porosit që edhe Isa a.s. të largohet nga se nuk ka mundësi me i rezistu Yexhuj dhe Mexhuj. Atë shumë janë në numër, sa që pejgamberi a.s. na ka lajmëruar që është një liçen e Taberije, një liçen e Taberije që quhet, që është lindjet Palestinës, është një liçen që është i gjatë pavarësisht rreth 30 km dhe është i gjerë rreth 4 km. Pa shikone, çfarë liçeni i madh. Kur të vinë këto dhe të ecën të vërshuen nëpër tokë, aq janë shumë në numër, sa që fillon i pari me pi prej tyre në këtë ujë, këtë liçej, kur të vjen i fundit nuk sheh asnjë pjesë të ujit. Sa që të çuditë do thot, a ka pas këtu më herët ujë. Pra aq shumë janë në numër. Dhe pastaj, pasi që mshefën muslimanët dhe këto fillojnë me bashkatrime në tokë, atëherë Allahu i Madhreshëm
ja dërgon një krem në qafat e tyre. Ja dërgon një krem në qafat e tyre. Po para se me ndodhë, kjo është një specifik që këtë, pasi që mendojnë që i kanë mbytur këtë njerëzit, i kanë shkatruar këtë njerëzit, thonë masi që e qërum hesapet me njerëzit në tokë, tash po i qërojnë me banorët e qiellit dhe fillojnë me gjyq shtizat e tyre në qiell dhe ata Allah i madhreshëm ja kthen me gjak. Dhe mendojnë që i kanë mbytur edhe banorët e qiellit, pra mundojnë mushtim me Zotin. E kur njeriu fillon mushtim me Zotin, Allah dërgon ushtar që për syrin e njerit janë të vogël, po nuk kanë kam ia marrë. Allahu përmes një ushtari të vogël të tij e shpreh madhërinë dhe fuqinë që e ka mbi njerëzit e tij që janë të dobët. Pra para mëna Allah e dërgon një krem të vogël në qafat e tyre dhe ky krem bëhet sebeb që ata të vdesin. Para mëna. Pra ushtari i Zotit, një krem po i mbyt ata. Pastaj pasi që të vdesin që të gjithë, Allahu i madhreshëm dërgon shpes të mëdhej që i morën ata edhe i dërgojnë në një vend tjetër, e pastaj Allahu dërgon një shi ku e pastron tokën edhe rikthehet bereqeti i madh. Mirë, pa e që është e rëndësishme, këto kem disa informacione të shkurta rreth Yexhuj dhe Mexhujve. Ajo që është e rëndësishme është se Yexhuj dhe Mexhuj janë pasardhës të Ademit, janë njerëz. E dyta, janë të mbyllur me një vend dhe nuk kanë mundësi me dalë. E treta, ata kur do dalin është prej shejave të mëdha të Kiametit, por para se me dal e pam kodin që Allahu e ka vendosur për ta për me dal, thënia inshallah. Andaj edhe besimtari, që kemi treguar në ligjëratat e kaluara, që është mirë çdo herë për të ardhmen me thonë inshallah. Qashtu edhe fillimin e kësaj sure kur e kemi treguar arsyen pse ka zbrit, kemi thënë kur erdhën dhe ja banën pyetjet pejgamberit alayhis salatu wasalam për djelmoshat e shpellës, për Dhulkarneinin dhe për shpirtin, tha nesër u informoj. Po nesër nuk zbriti shpallja. Sa që thonë djetar, deri në 15 ditë ju ka vënë shpallja pejgamberit alayhis salatu wasalam, derisa informoi Xhibril që më thonë inshallah. Nga se ky është kod që ndërlidhet me çështjet e të ardhmës. Të ardhmën më jalon Allahu në dorë. Momentin që tha inshallah, atëherë Allahu ja zbriti edhe shpallën pejgamberit alayhis salam. Pra, kod për medalje Yexhuj dhe Mexhuj prej atij veni që i ka mbyll Dhulkarneini është pikërisht shpreha inshallah. Pastaj kur dalin shkatrojnë çdo sen, dhe pika e 5 që ndërlidhet me Yexhuj dhe Mexhuj, ata do të vdesin, mirë po prej çka do të vdesin? Pikërisht përmes një krimbi. Jo që të ti mbysin njerëzit, mirë po do të vjen një krim në qafat e tyre edhe do të bëhet sebeb për me vdek, dhe kjo shpreh madhështinë dhe forcën e Allahut të Madhreshëm. Pra këta, kthehemi tash në ajet. Këta ju ankun e Dhulkarneinit duke i thënë që janë dy fise, dy popull që po bëjnë çrregullime shumë të mëdha dhe jemi në hall prej tyre. Fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda. Edhe po i thonë Dhulkarneinit, a ki mundësi me na bën një lloj pengese mes tyre edhe mes neve. Edhe të paguajmë për ta. Paguajmë. Kjo shprehje kharjan ka dy qiraete, dy mënyra të leximit. Kharaj që e ka kuptimin tatim. Pra të dhajmë tatim vjetor për këtë shërbim që po na kryen. Ose kharjan e ka kuptimin dhajmë gjale, dhajmë shpërblim. Pra dhajmë shpërblim për këtë punë nëse na kryen. Pra ne jemi në hall të paguajmë veç banë një pengesë, nga se këta kanë qenë pa aft me bë këtë lloj pengese mes tyre edhe Yexhuj dhe Mexhujve. E kur e shohin sundimin, fuqinë e madhe që kishte Dhulkarneini, ata kërkojnë që ta vendos një pengesë edhe do të dhajmë shpërblim për këtë punë që do të na bëjë. Mirë po Dhulkarneini çka thot? Qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'alu bainakum wa bainahum radma. Dhulkarneini, çashtu sikurse bëjnë njerëzit e mirë, të cilët nuk e shfrytëzojnë dobësinë e njerëzve, nuk e shfrytëzojnë nevojën e njerëzve mu pasuru në korrës tënde. Nuk e shfrytëzojnë. Çka tha? Tha ajo që Zoti ma ka mundsu mu është më e mirë se sa shpërblimi juve. Pa çto mundësi që mi ka dhënë Allahu janë falënderues ndaj tij. E që kjo mu më vyn, që kjo është më e mirë për juve, për mu. Pra Allahu ama ka mundësu me që me ndihmu njerëzve, po, që kjo mu më vyn. Nuk më vyn shpërblimi i juve. Shikone, edhe pse pat mundësi me shfrytëzu dobësinë e tyre, me shfrytëzu nevojën e tyre, edhe mu pasuru, mirë për nuk e bani këtë gjë. Çështu bën njerëzit e mirë. Edhe e dyta, pra Dhulkarneini nuk i lën ajin në hall, po, as nuk ju njoh, as nuk jam taku kur me juve, bani çka dush. Që ata që ne ndoshta e bëjmë, që e kemi islamin pak fals, ndoshta vllavin ton, kur e shohim në nevojë ja kthejmë shpinën, shokut ton ja kthejmë shpinën. Dhulkarneini pa i njoft fare, edhe po përpiqet me ndihmu plus kësaj pa ndonjë shërbim, pa ndonjë çmim,
e që sot fatkeqësisht jemi varfëruar ne si besimtar, si musliman, që çdo kujt që ja kryjm në shërbim, presim çmim për atij shërbimi. E në qoftë se nuk na kthen, e në qoftë se nuk na shpërblen, hajtë se herën e dytë e atë nimoj. Pra çështo është mentaliteti jon fatkeqësisht. Pra shikoni me marr mësim për kësaj ngjarje ku Dhulkarneini i ndihmoi disa njerëzve pa i njoft fare, vetëm pse ishin nevojtar. Ata çka i tha? I tha fa'inuni bi quwwatin ej'al bainakum wa bainahum radma. Mirë, po tha kam nevojë edhe për ndihmën e juve. Po jo s'po keni mundësi me ndërtu, atëherë ndihmoni që me ndërtu këtë pend mes juve edhe atëne. Tash po tregon se me çfarë materiali kanë me ndërtu këtë pend. Po thot atuni zubar al hadid. Tha mos sellni bloka prej hekuri. Hatta idha sawa baina as-sadafayni qala nfukhu. Dhe kur fillun me pru bloqe prej hekuri dhe fillun me rëndit derisa u bë barabart me kodrat, atëherë Dhulkarneini i tha kallni një zjarm të madh edhe ndezne këtë hekur që e kemi vendos si bloka dhe si pengesë. Hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufrig alayhi qitra. Dhe pasi që e kallën atë zjarm, edhe hekuri filloi mu skuq edhe mu nxej, tha bërni tash bakër, çkrim që me vendos dhe me përzi me këtë hekur. Pra mu bën një lloj materiali shumë i fuqishëm që Allah pastaj po thot në ajetin tjetër, famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Aq material i fuqishëm është bë përzierja e hekurit me bakrin, saqë ata as nuk kanë mundësi me kapërcy, nga sa është e rreshitshme, por as kanë mundësi që me hap ndonjë vrim ta, për shkak forcisë së madhe që e ka. Pastaj po thot, ose këto me përmendën një dobi, pra materiali që e ka ndërtu Dhulkarneini këtë pengesë ka qenë hekuri dhe bakri. E pretendimet se kjo pengesë është muri kinez bie poshtë, nga se muri kinez nuk është ndërtu as nga hekuri as nga bakri. E qartë. Pastaj Allah po thot, qala hadha rahmatun min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Tash po na përshkruan fjalët e Dhulkarneinit ku tha, pasi që ndërtoi këtë pend gjigante që i pengonte Ya'juj dhe Ma'juj me dal nga kjo ana tjetër, tha kjo çka e bën anë, kjo është mirësi nga Zoti. Kjo është mëshirë nga Zoti që më ka begatuar me ta mua. Pra më nderuar vëllezër, kështu bëjnë njerëzit e sinqert edhe njerëzit e mirë. Kur Allahu i mundson me arrit në shkollë, me arrit në punë, me arrit në jetë, çet sukses ja dedikon sejf të Allahut. Thot këta e kum arrit fal Allahut. Mirë, po tek ne është një defekt shumë i madh. Që ne për mos me zbeh mundin ton, çka thom jo Allah e kum arrit me punën time. Nga se me thon Allahu ma mundsoj, dyqysh e zbeh punën edhe mundin ton që edhe angazhimin ton që e kemi bërë për me arrit këta. Kështu që nuk e përmendim hiç Zotin. Pse se nëse tham Zoti, njerëzit nuk lavdrojnë më. E me këta që e bëjmë na i përngjasojmë njerëzve më të poshtër. Allah i madhreshëm i përshkruan fjalët e Karunit, kur njerëzit fillun me lavdru për shkak të pasurisë që kishte. E Musa alayhis salam e këshillonte që ta besonte Zotin, ta falenderonte ata, nga se aja ka mundësu me pas këtë pasuri. Shka tha? Kale inna ma utituhu ala ilmin indi. Ja këta e kum arrit për shkak ditorisë teme, për shkak të angazhimit tem, jo që Zoti ma ka dhënë. Po çështu bën njerëzit e ligj, bani Karuni. Ndërsa Dhulkarneini çka tha? Tha këta e kum arrit dhe kjo është si pasojë e mirësisë së Zotit. Allahu ma ka mundësu. Pastaj Allah po thot fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Mirë po, çet pengesë që vendosëm ka me qëndru derisa të vjen premtimi i madh i Zotit. E premtimi i madh i Zotit kur është? Është para se mu afru kiameti, kur Allahu do ta mundsoj që kjo penë të shkatërrohet edhe të dalin Ya'juj dhe Ma'juj edhe të vërshojnë në tokë. Pra pa ardhur premtimi i Zotit, kjo penë ka me qëndru qashtu. E në momentin kur vjen, atëherë ka mu shkatru, e pastaj ka mu realizu premtimi i Zotit që ka bën. Pra këto ishin disa prej sqarimeve të këtyre ajeteve dhe disa dobi të shkurtra që ndërlidhen rreth këtyre ajeteve. Elusme Allahun e Madhreshëm të na falë na mëshiron. Elusme Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allahu të shëroj, të vdekurit tonë Allahu të mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.